paraqitje që riktheu menjëherë vëmendjen te eleganca tradicionale shqiptare, Gjevahire Osmani ka mahnitur ndjekësit e saj në rrjetet sociale me pamjet e fundit të publikuara në Instastory. E veshur me jelek të punuar me ari dhe dimi tradicional, Gjevahiria u shfaq teksa po voziste veturën, duke kombinuar në mënyrë perfekte traditën me stilin modern. Pamjet e saj morën menjëherë komente pozitive nga fansat, të cilët vlerësuan finesën dhe hijeshin që ajo përcolli me këtë paraqitje unike. Nga ajo që është parë në videot dhe fotografitë e publikuara, duket se ajo ishte nisur drejt një ahengu familjar, më saktësisht për të marrë pjesë në një dasmë. Atmosfera festive dhe veshja tradicionale e bën paraqitjen e saj edhe më të veçantë, duke sjellë një frymë autentike shqiptare që rrallë shihet në rrjetet sociale sot. Sipas Kosovarja, stili i saj tradicional ka tërhequr shumë vëmendje, ndërsa ndjekësit nuk kanë kursyer komplimentet për mënyrën se si ajo di gjithmonë të duket elegante dhe e kuruar në çdo detaj. Gjevahire Osmani është mjaft aktive në rrjetet sociale, ku shpesh ndan momente nga përditshmëria, udhëtimet dhe aktivitetet familjare. Ajo gjithashtu njihet për paraqitjet e saj pranë bashkëshortit, këngëtarit të njohur Nejat Osmani, me të cilin shpesh marrin vëmendje për harmoninë dhe stilin që reflektojnë bashkë. Me këtë paraqitje, Gjevahiria dëshmoi edhe një herë se tradita shqiptare mbetet gjithmonë elegante dhe atraktive kur përcillet me stil dhe vetbesim.